Kam përgatitur diçka për ju. Është një lojë inteligjente, jo matematikore, dhe do të dëshiroja që në fund, nëse do ta kuptoni, të shkruani komentin. Dhe ju që nuk do e kuptoni, nëse nuk do e kuptoni, do t'i lutesha të shkruani, sepse siç u thash, të vrisni pak mendjen, meqense është një lojë inteligjente, do është mirë, sepse është mirë për mendjen, për trupin, për trurin. Dhe kur isha i ri, ja tregova dikujt dhe u bëj pasur ajo kjo, sepse çfarë bëra? Shikoni, po ta shikoni, këtu kemi 4 kuti, pra 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Edhe këtej 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dhe tani do bëjmë diçka. Do vendosim disa moneda që kam përgatitur këtu. Moneda për secilën kuti, por me një diferencë. Në cepat e kësaj flete, pra të këtyre kutive, do vendosim vetëm një monedë. Kurse këtu janë 2 në çdo kuti. Ja ku I keni këtu, po ashtu edhe këtu, Okej? Pra, kemi një monedë këtu, një këtu. Po ashtu edhe një këtu, por në qendër, te këto kutit e qendrës, janë 2, 2, 2, 2. E përsëris, është një lojë inteligjente, shikojeni pak dhe më thoni nëse do e kuptoni. Nga njëra anë, në mënyrë vertikale kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6 moneda, po ashtu edhe në mënyrë horizontale 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe këtej 1, 2, 3, 4, 5, 6, po ashtu 1, 2, 3, 4, 5, 6, kështu që janë 6, 6. Por, në qoftë se unë spostoj njërën nga këto e qoj këtu, dhe këtu bëjnë 2, dhe spostoj njërën nga këto e qoj këtu, po ta shikoni, këto mbeten gjithmonë 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Po ashtu edhe këtej, shiko, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tani, në qoftë se do ta bëj nga kjo anë, shikojeni prapë. Po ta spostoj këtë dhe të vendos këtë këtu, po ta shikoni, këtej mbeten 1, 2, 3, 4, 5, 6, po ashtu edhe këtej 1, 2, 3, 4, 5, 6. Është e çuditshme sepse edhe nëse e bëj kështu dhe kështu, po ta shikoni prapë se prapë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pra mbeten këtu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 edhe këtej, dhe po ashtu edhe këtej, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por, në qoftë se unë spostoj këtë dhe çoj një tjetër këtu, prapë se prapë, këto moneda mbeten gjithmonë 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dhe këtej 1, 2, 3, 4, 5, 6, po ashtu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dhe 1, 2, 3, 4, 5, 6 edhe këtej. Mirë po, unë kam fituar më shumë 4 moneda. Dhe si që shikoni, këto janë 6, 6, 6, 6. Kush nga ju e kuptoj tani këtë lojë? Të ma thot, shkruani këtu, të vrisni pak mendje, sepse duke vrarë mendjen, jo se do bëni të pasur në këtë formë, por duke vrarë mendjen, padyshim truri punon. Dhe duke punuar më mirë, jeni më të kthjellët, më të freskët në tru. Pra, unë në qoftë se I hoqa ato moneda, si që patë, I hoqa 4 moneda. Pse duhet të qëndrojnë gjithmonë 6 nga të gjitha anët, sipas jush? Ku qëndron truku? Mendoni se unë u bëra I pasur me këto moneda? Jo, sepse këto janë të njëjtat moneda që ishin në këtë fletë. Pra janë eksaktësisht janë. Nëse do të ishte dikush tjetër, po, normal. Nëse do të ishte dikush tjetër, do ja hedhësh atij tjetër e këto do I fusësh në xhep. Por kush nga ju më thot se përse këto 4 monedat dolën më shumë? Pres komentet tuaja. Hajde, vriteni pak mendje.